Një moment i papritur dhe shumë i qeshur ka ardhur këtë herë nga Louise Ailey, i cili mbetet një nga personazhet më të dashur për publikun shqiptar, jo vetëm për talentin e tij muzikor dhe karizmën në skenë, por edhe për mënyrën e tij unike të jetuarit të përditshmërisë me thjeshtësi dhe plot humor. Këtë herë, ai ka ndarë me ndjekësit një video që menjëherë ka shpërthyer rrjetin, duke krijuar një atmosferë të ngrohtë dhe argëtuese. Në këtë video të postuar në Instagram, Louise shfaqet i ulur në një divan, teksa mban në krah 3 bebe të vegjël, mes të cilëve është edhe vajza e tij, Luna Mari. Me një veshje të thjeshtë, një bluzë ngjyrë kafe dhe një varse floriri në qafë, ai duket i relaksuar dhe plot dashuri në një ambient familjar, ku mbisotëron ngrohtësia dhe energjia pozitive. Por ajo që e bën këtë video të veçantë është batuta e tij spontane, që i jep ngjyrë dhe jetë çdo situatë që ai prej. Me një ton serios por sy të shkëlqyeshëm, ai afrohet pranë kamerës dhe thotë: "Jena mbledh sot këtu për me zbulu kush ka bërë sot kakën edhe vjen era, po kush e ka bo?" Një moment që nuk ka nevojë për shumë fjalë për të kuptuar shpërthimin e të qeshurave që ka shkaktuar. Videoja është komentuar nga ndjekësit si një nga më të bukurat që ai ka postuar kohët e fundit dhe menjëherë ka marrë qindra reagime të gëzueshme, duke treguar se publiku nuk lodhet kurrë nga spontaniteti dhe ngrohtësia e tij. 3 vogëlushët që rrinin në krahët e Louisit duken si një skenë nga një përrallë moderne, ku një baba i ri me zemër të madhe krijon një moment lozonjar që përçon dashuri dhe thjeshtësi. Shikimet e bejbave, ndonjë me habi e ndonjë me buzëqeshje të fshehtë, e bëjnë edhe më të veçantë këtë moment, duke e kthyer në një copës të çmuar nga përditshmëria që shumë prindër do e kuptonin dhe ndanin me zemër. Louise nuk e ka fshehur asnjëherë afeksionin e tij për fëmijët dhe kjo video është një dëshmi e gjallë se ai di si ta bëjë edhe një situatë të thjeshtë, në pamje të parë, në një nga ato kujtimet që ngelen gjatë në mendjen e publikut. Ai nuk është thjesht një artist, por një njeri që ndan realitetin me të tjerët pa filtra, pa maska, duke i dhënë jetës ngjyrë me batutat e tij dhe dashurinë për familjen. Videoja vazhdon të shpërndahet nga fansat dhe faqet e ndjekësve të çiftit Louise Kiara, duke e kthyer në një tjetër moment që flet shumë më tepër se sa çdo fjalë e shkruar. Dhe kjo është arsyeja pse Louise nuk humbet asnjëherë nga zemrat e publikut, sepse çdo ditë ai kujton se edhe momentet më të vogla mund të kthehen në të mëdhenj, kur ndahen me dashuri.